Na ndajnë pak orë nga mbyllja e të gjitha qendrave të votimit në komunën e Gjakovës. Që nga hapja e qendrave të votimit, ekipi ynë ka qëndruar në teren për të vëzhguar nga afër mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Procesi është i qetë dhe po shkon sipas të gjitha planifikimeve. Se i përket të dhënave lidhur me zgjedhjet, në komunën e Gjakovës të drejtë vote kanë 120.712 qytetarë, ndërkaq këto të drejtë, sipas rezultateve të Komisionit Qendror Zgjedhor, deri në ora 15 e kanë shfrytëzuar 28.302 votues, apo 23.45%. Në komunën e Gjakovës të hapura janë 36 qendra të votimit, përfshirë këtu edhe qendrën e votimit me kusht. Në këto qendra të votimit gjenden 145 vendvotime të hapura për të mirëpritur qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e votës. Nga rezultatet e KQZ-s, deri në ora 15, nga të gjitha qendrat e votimit, qendra 0208 Shkolla Fehmi Agani ka pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve në votime në nivel komune, ndërka qendra e votimit 0226 Shkolla Zeflush Marku ka pjesëmarrjen më të ulët në votime. Kujtojmë se këto të dhëna nuk përfshin vendvotimet me kusht, votimin e personave me nevoja të veçanta dhe votimin jashtë Kosovës.